Po ndryshimet e tjera? Flasim për shembull Albana Koçiu, që largohet nga Ministria e Brendshme dhe shkon në vendin e zëvendës kryeministres. Zëvendës kryeministre është në ngjitje, është një post shumë i rëndësishëm. Po, të thotë diçka pse Albana Koçiu, për shembull, këtë pozicion. Është një vazhdim, domethënë ka të bëjë me besueshmërinë, ka të bëjë me vazhdimsinë, ka të bëjë me një njeri me të cilën ka punuar, domethënë pra, keni parasysh edhe nga Ministri i Shëndetësisë tek Ministria e Brendshme është në ngritje, pastaj në një logjik. Po Toni Gogu? Toni Gogu është njëri që ka kontribuar, domethënë në këtë pikë dhe mendoj që ka treguar që qenë lojal me ato që ka kërkuar kryeministri dhe brenda kabinetit. Është pozicion i rëndësishëm. Shumë, po flasim për ministrin e drejtësisë. Çdo ministër është i rëndësishëm. Çdo ministër që merr vendime. Por nëse e marrim në kuadër të kësaj që ne pretendojmë pra të kësaj mbështetjes së SPAK-ut të institucioneve të drejtësisë, anëtarësimit të Shqipërisë me Shimin Evropian e të tjerë, pra Ministria e Drejtësisë ka vetëm inspektime, nuk është se ka në raporte tjera, po themi. Pra e ka shumë të vogla. Po, e ka të vogla, domethënë dhe ka dhe inspektimin. Edhe lëvizjet që bën, po. Ajo që do të mësojmë ne është që koncepti i pushteteve të ndara, domethënë ne nuk çalojmë këtu, ne çalojmë tek një raport i fuqisë që duhet të ketë kuvendi. Kuvendi duhet të jetë një institucion, ne jemi rubrikë parlamentare, pra, nëse themi pushtetet të ndara, do thotë që kuvendi është pushtet në vete, qeveria në vete, gjyqësori në vete dhe media që është pushteti katërt, pastaj që nuk ka lidhje me drejt për drejt me këtë, por përfshihet në të gjitha. Është rëzuar tani si pushtet, s'është më aq pushtet sa çishte, apo njësoj është? Është plagosur, por nuk është kthyer. Është plagosur, por nuk është kthyer, por kjo është për fajt jo vetëm për fajt të qeverisë, është për fajin tonë gjithë ne si pjesëtarë medias që nuk kemi ditur të mbajmë, domethënë është problem shumë i madh, është një alarm shumë i madh për gjithë shoqatat e gazetarëve që për gjithë domethënë këto raporte për të gjetur një rrugë që personaliteti i medias mos të bjerë, mos të cënohet nga ata, as nga të përpërgjeshëm, pra duhet jemi ne vetë pastrim në media. Ata që abuzojnë me lajmin, ata që abuzojnë, që e bëjnë si pushk në media, dhe ata cilët punojnë dhe se e kanë mision për të vërtetë. Pra, është një raport, kështu që mendoj që prapë mbetet pushtet, por ajo që na shqetëson është për shembull humbja e pushtetit që ka kuvendi, që duhet të ketë kuvendi, që është një kontrollues i mirë, domethënë që është një balancues, që do të thotë që të rreth interpelanca bën. Kjo fuqi apo jo? Kemi që në